Fillimisht dua të rikthej përkushtimin tim që nuk kam vendosur të aplikoj për këtë pozitë si privilegj dhe t'i gëzoj ato, por kundrazi do të marr përsipër dhe përgjegjës që të gjitha politikat që janë me interes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës t'i avancoj më tutje. KGK-n do ta konsideroj mburoj institucionale e pavarësisë tuaj. Do të angazhohem që të ketë më shumë unitet. Pastaj gjykatat kanë më shumë gjos të jenë të pavarura, profesionale dhe të besueshme për opinionin. Në raport me balancimin e anëtarëve të KGK-s, natyrisht që ka kontribut në funksionizimin e tij, por në të ardhmen duhet të analizohet mundësia e rritjes së përfaqësimit profesional në raport me gjyqtarët, duke ruajtur njëkohësisht kontrollin demokratik dhe kushtetues të saj. Andaj ndryshimet në këtë llogaritje duhet konsiderohen në një të ardhme shumë të afërt, ku shumica do të jenë nga gjyqtarët profesionistë, me integritet të lartë, me reputacion, me njohuri për funksionimin e Këshillit Gjyqësor dhe aftësi menaxheriale në raport me vendimmarrjen. Para jush do të jem më pragmatik e jo filozofik, në lidhje me normën që sot jo po ballafaqoni. Unë në të ardhmen nuk do ta konsideroj si fikse një gjë të tillë, me që e njëjta ka dëmtu cilësinë. Andaj, në këtë rast, jo do të vlerësoni me mekanizmin orientues të normës, e cila është standard edhe ndërkombëtar. Po ashtu, në lidhje me përgjegjësinë disiplinore, nuk do të mbaheni përgjegjës në lidhje me përmbajtjen e vendimeve sipas bindjes juridike dhe kushtetuese. Mos keni frikë se do të ndërshkoni për shkak të interpretimeve ndryshe juridike, pse dikujt nuk i pëlqen. Në lidhje me pushimin mllok, këto janë që ne preokupohemi ditë për ditë. Është diskriminues dhe në kundërshtim me rregullorën për mbrojtjen e punëtorëve, e parapar me disa konventa të organizatës ndërkombëtare të punës. Çdo rregullim i pushimeve duhet të balancojë nevojën për funksionimin e pandërprerë të gjykatës. Andaj, dhe përfundimisht, besimi i qytetarëve në drejtësi fillon me besimin e gjyqtarëve në institucionet ku ju shërbeni dhe ju ofroni drejtësi. Për këtë arsye, kërkoj mbështetjen tuaj për një anëtar të KGK-s më të pavarur, më profesional dhe më i përgjegjshëm. Do të punoj për një sistem që do të funksionojë tërësisht në bazë të vlerave perëndimore dhe jo në favor të nepotizmit. Faleminderit për vëmendje.